Shega quhet ndryshe bima e jetës. Në çdo kokër të saj fshihet energjia e tokës dhe drita e diellit. Ngjyra e kuqe e saj nuk është rastësi. Ajo simbolizon gjakun, forcën dhe jetën. Në kohët e lashta, shega ishte fruti i shenjtë që sillte fat, pjellëri dhe begati. Edhe sot mjekësia popullore e quan një nga frutat më të vlefshme për trupin e njeriut. Lëngu i saj pastron gjakun, forcon zemrën dhe rrit imunitetin. Farëzat e saj të vogla mbajnë brenda antioksidant që japin jetë dhe gjallëri, por vlerat e shegës nuk ndalojnë këtu. Edhe lëvorja e saj është një ilaç natyror i fuqishëm. E tharë dhe e zirë, ajo ndihmon në tretje, pastron stomakun dhe forcon mishrat e dhëmbëve. Përfitime të tjera. Shega ndihmon dhe në uljen e kolesterolit të keq, uljen e tensionit të gjakut dhe mbrojtjen e enëve të gjakut. Përmirëson kujtesën, qetëson sistemin nervor dhe ndihmon në rigjenerimin e qelizave. Lëngu i saj përdoret shpesh për lodhje, koll dhe anemi, ndërsa çaji nga lëvorja e thatë ndihmon kundër diarresë dhe dhimbjeve të fytit. Forcon sistemin imunitar dhe mbron trupin nga të ftohtët. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, pastron mëlçinë dhe ndihmon në funksionimin e saj. Përmirëson shëndetin e lëkurës dhe jep shkëlqim natyral. Ndihmon tretjen dhe qetëson stomakun. Lufton inflamacionet dhe stresin oksidativ. Përdoret edhe për shëndetin e flokëve dhe për forcimin e rrënjave të tyre. Në çdo pjesë të shegës